Pastrimi dhe menaxhimi i mbetjeve në tërësi është një prej problematikave kryesore me të cilat përballen qytetet turistike gjatë sezonit veror, tashmë në Prag. Kjo e lidhur edhe me shtimin e rezidentëve për shkak të turistëve. Ministri i Turizmit Blendi Gonxha, në përgjigje të interesit të Ora News pas mbledhjes së qeverisë, tha se për të shmangur imazhet negative të viteve të kaluara dhe për të garantuar një sezon më të pastër, është hartuar një plan i detajuar që përfshin një sër masash. Agjencia Kombëtare e Bregdetit, për shkak se e ka kryer dhe vjet, ka dhe një kontratë shtesë në ndihmë të bashkive ku kemi shtuar dhe 2 bashki tjera mbi skemën që ishte vjet, që është kam përshtypjen Bashkia e Lezhës dhe Bashkia e Pogradecit, ku do të kemi një nivel, si themi, edhe më të mirë pastrimi në disa orare, në disa zona. Mungesa e ujit të pishëm në disa prej bashkive gjatë sezonit të kaluar turistik është adresuar, tha ministri Gonxha, duke shtuar se po merren të gjitha masat e nevojshme. Kemi bërë takime të vazhdueshme me tour operator, me menaxher në nivele hotelesh, me gjithë pjesën e hotelerisë, shoqatave të tyre, për të marrë problematika, për t'i përcjell. Në çdo takim kanë qenë pjesë natyrisht përfaqësues të ndryshëm të agjencive, të institucioneve, dhe po mundohemi shumë që të kemi një koordinim sa më të mirë në këtë sezon. Sa i përket problemit të ujrave të ndotura, u theksua se situata paraqitet ndjeshëm më e përmirësuar krahasuar me vitet e mëparshme. Në përgjithësi, situata mund ta them që është mjaft më mirë me vendosjen e pajisjeve të trajtimit të ujrave të ndotura në vitin e shkuar dhe me rregullimin ose të themi përmirësimin në disa prej bashkive të disa prej infrastrukturave kryesore të kanalizimeve dhe të kolektorëve, të cilët kanë garantuar një lidhje të shumë subjekteve me rrjetin. Kryeministri Edi Rama, problematikën e mbetjeve dhe furnizimit me ujë kanë ngritur disa herë në mbledhjet me kryebashkiakët, teksa ka kërkuar zgjidhje për një turizëm gjithnjë në rritje.